Valbonës, siç e shikoni, kjo situata është dramatike dhe e patolerueshme. Nuk ka nevojë të flasim fjalë si është situata, apo të themi se çfarë po bëhet, por kjo situatë nuk duhet të tolerohet. Pra plastik gjithandej në të gjithë temët të brigjet e lumit Valbonës. Ky segmenti nga Karanculli deri tek liçeni i Tumanit në lumin Drim prezanton e njëjta situatë. Këtu nuk ka nevojë për fjalë, por duhet të bëhen veprime të gjithashme nga të gjithë aktorët kryesorë, duke filluar nga organet legislative dhe kushtetit vendor dhe qendror, dhe pastaj tek komiteti, organizatat e shoqërisë civile, organizatat mjekësore, vazhdojmë aktivistët që të bëjmë bashkë për të dhënë zgjidhje këtyre situatave që po i bëhet në të Shqipërisë.